gëzuar edhe njerë. Hajde gëzuar, busqeshje, qefe, pa hale dhe thjesht të mundohemi që të jemi sa më vigjilent, sa më të arsyeshëm, sa më pa probleme dhe pa qim busqeshjet, ose si thot populli, me buz në gaz, qofshim gjithmonë, apo jo Valbona. Dhe më shëndet të plot, po çdo ahenk në fakt nuk mund të mungoj asnjëherë edhe bendi më i dashur i trojeve tona, i cili është Allegro Band. Kushtojmë faleminderit shumë që ishe së bashku me ne sonte për ta kremtuar edhe vitin 2026 së bashku. Më thuaj, si ka qenë kështu fillimisht ky vit që mund ta përpilosh ndoshta me 3 fjali? Me 3 fjali? Po, me 3 fjali. Me 3 fjali. Pare, hale, probleme, gëzime, detyrime. Sakt. I faktikisht. Sakt. Jo, me sigurisht që ka diçka tjetër, sigurisht. Po, të tregoj drejtën, ka qenë një vit me të vërtet shumë i suksesshëm. Sa i përket anës tonë si grup Allegro, kemi pas një sezon tepër të ngjeshur si verës, edhe tash dimrit, plus tash me juve këtu, hala ma ne vazhdojmë tash. Bukur po bëhet. Ato janë frymat e fundit, të themi për fund vit. Përgjithësi shumë mirë. Kushtim do doje që të vazhdoje kështu viti me shumë, domethënë, sfida, mirë, apo do doje që të jetë pak më i qetë vitin e ardhshëm? Po pse të jetë më i qetë? Po, atë po vazhdon. Allegro. Sa më shumë darsma, sa më shumë ahengër, të martohen njerëz. Apo, por këtu ka një thumë, kur ka sa më shumë darsma, më shumë ahengje, kushtrimi do qëndroj më larg familjes. Si ishte ky vit? Pjesa më e vështirë, besoj. Edhe kjo është një anë negative, e cila, domethënë ju. Është sakrifica e çdo artisti që bën në fakt. Si ishte kushtrim? Si ishte ky vit, më thuaj? Ti sapo e kuptove që e bër papa? Po, unë vajzën 5 vjeçare. 5 vjeçare. Me jetë të gjallë, të lumtur, po prap janë aktivitete të shumta që i keni, të cilat sigurisht që ju mungon. Ju mungon në shkollë, sepse është profesioni i tillë që detyrimisht detyroni që të mungon në shtëpi. Sakt, e vërtet. Ajo të mungon më shumë, po tash do të punojmë, çka të bëjmë? Po pjesa më e bukur është edhe pushimet kur vinë. Tash e di që i keni pak a shumë të limituara, ndoshta i keni me ditë dhe orë të limituara, mirë po si kanë qenë pushimet këtë vit? Pa i një 4-5 pushime i kumbo. 4-5 pushime, Valbona, do të 4-5 pushime, me celular në dorë, duke caktuar. Jo me 20 që nuk jam i lirë, 27 që jam i lirë, 29 që jam i lirë, dhe ato i thonë për cilin, për 2023, jo 2030-ën. Ndodhin kështu? Po me të vërtet kushtrim ke tash data të rezervuara dhe për vitet 2027, për 2027-ën po. A për 2028, 2029, 30 jo ende. Janë të rezervuara, thuaj. 2027-ën po. Kushtim, unë do doja të pyesja diçka. Më thuaj, cili ishte ahengu më i mirë i këtij viti që po lëm pas, që të kalon një pikë në trurin tënd? Ose që e bë pjesë e ahengut, sigurisht që bëhen pjesë e ahengut gjatë gjithë kohës, më shiroheni, mundoheni gjithmonë që t'u nxirrni të gjithë mbrëmjet, manifestimet që i bëni si e më mirë. Po cila është ajo që të ka prekur pak në tel më shumë? E kujton? Tash jemi, të tregoj drejtën, ka pas shumë. I karakterizon pak a shumë edhe me vende ku ndodhesh në qytete, apo për shembull, ndoshta Shkupi ka gjithmonë dasmat, po. Ndoshta Ferizaj, Kanaxhexhe. Të tof, më shumë kemi darsma të tof. Në zonën e dur, do thoja. Më thuaj, ka ndryshe i përshëndes të gjithë të I përshëndes edhe ne. Ka shumë kështu atje, ka? Fluturojnë kështu lart e poshtë? Çka të them, tash ke arritur paguar. Dgjoj, sigurisht, ke arritur që të grumbulloni me netull të gjitha apo jo? Në naylon të zi? Jo, ashtu jo. Ashtu na ka ndodhur në Kërçov një herë. Ah, ka ndodhur. Dhe urojmë që të ndodhë më shpesh, sigurisht jo. Të përsëritet, a? Urojmë. Kushtrim, dua të di planet me bendin që i keni, po ashtu edhe ndonjë ekskluzivitet që mund të ndash me ne, ndonjë këngë të re që do të publikohet së shpejti. Cilat janë edhe dëshirat që i keni për vitin 2026? Po, edhe këngën e kemi publikuar tash në ekskluzivitet me kemi ne. Që do ta këndojmë ne pas pak, sigurisht. Do ta dëgjojmë miq dashur, do ta dëgjojmë një këngë ekskluzive për në televizionin Alsat që do e kemi pikërisht në natën sonte, natën e motëve, do të dëgjojmë një këngë të re, këngë e cila sapo ka filluar të lançohet dhe e kemi si premierë në televizionin Alsat këngën më të re të ushtrimit. Do sigurisht që do kalojnë çastet, por do qëndroni ta dëgjojmë. Plane tjera, diçka, ndonjë risti që mund të presim nga Allegro Band? Për momentin tash le t'i lojmë edhe pak surprizat të tjera.
e zbulojmë këngën. I zbulojmë këngën edhe vera, ahengën. Vera, ekskluzivitet, e morëm. Vazhdojmë sezona, jo, për tjera plane. Do jemi në kontakt. Bisedime, do jemi në... Dhe sa jemi këtu, do me thonë ta bëjmë edhe ftesën si gjithmonë që e bëjmë dritroq, ta na vesh edhe në emisionin e emisionin në mëngjes, sepse zakonisht ju këngëtarët e keni problemin më të madh. Nuk zgjohem në mëngjes sepse kam kënduar deri në 6 të mëngjesit. Ja, ose kam problem. Kështu që ti nuk do zgjohesh, po do rish zgjuar. Do shtrim do ta them tani këtu. Unë nuk jam ashtu që edhe flej shumë, 4-5 orë. Shumë mirë. Kështu që do të presim pas janarit, do të presim në studio, ku do e promovojmë edhe videoklipin e ri të këngës, por ne sot do ta dëgjojmë, sigurisht ta dëgjojmë edhe këngën se si çfarë këngë është, çfarë ahengu ka, edhe çfarë melodie ka, por besoj dhe nuk dyshoj naft në repertuarin që e ka bërë Kushtrimi për të dëgjuar dhe të vazhdojmë këta ahengun i cili ka nisur tashmë dhe ta tërgojmë deri atje në orën 12 ku do jetë edhe ato shpërthime të mëdha të qefit apo jo. Po le të bëjmë edhe një gëzuar dhe le të fillojmë muzika. Edhe le të mbetën skena për ty. Gëzuar. Pas pak miqdashur Allegro Band.